Nga hëna në të premte, në orën 10, në Radio Tirana 1. Në radio, më e mirë çdo ditë. Do të mbetemi sërish tek festivali i 64 i këngës në Radio Televizionin Shqiptar Dashurmiq dhe jam shumë i lumtur dhe i nderuar që kam dy artistë me atë madhe të cilët kanë një kontribut të jashtëzakonshëm secili më vete dhe tashmë në duet që do të vinë në Fest 64 kanë një kontribut të jashtëzakonshëm në muzikën shqiptare edhe në festivalin e këngës në RTS si interpretues, si krijues dhe akoma më mirë kur jam në studio me artistë të cilët edhe krijojnë vetë sepse dinë të flasin që nga bulzat e para të këngës dhe janë nga ato artistë që në frëngjisht thonë chapeau për të hequr kapelën sepse janë vërtet shumë të vlerësuar dhe shumë pëlqyer nga publiku dhe jo më kot. Dhe jam me Fifin edhe me Tirin që janë garën e Fest 64. Mirë se më erdhët. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Nuk është orari i zakonshëm i zgjimit, kanë përshtypjen ky orar. Po. Okej. Edhe më është bota është rutinë më prej që jam bë mam. Çona herë. Ka ndryshuar gjëra. Tiri për ty? Jo, për mua është drejt tani duket se kam nisë një emision mëngjesi. Po, është emisioni mëngjesi tash është çka kemi për drek. Po mirë shumë, si u kam njerë me disponimin, me humorin, me përgatitjet, me emocionet? Emocione absolut s'kam, bile bash po më çudit vetë pse s'kam. Pse s'ka emocione? Jam shumë e lodhtë se kena pas shumë punë që të periudhë. Edhe Tiri ka pas kogja impenime me emisionin, edhe unë knena me punët e mia me përveç karrierës çavodione edhe më ka ra shumë pak me nejt me djalin, jam kanë çike mërzit për këtë pjesë, po pastaj ç'a do bëjmë. Kur mbaron festivali pastaj ç'a do bëjmë? Shikoj, ndajherë është më mirë kështu faktikisht, ku futesh pa emocion edhe pa. Po si e keni zakonisht emocionin? Pra ndodh që deri para se të nis. Kap në skenë. E kap në skenë, pra sepse ajo është pa evitueshme ose. Ajo është kështu dridhje duarsh. Çere kore para. Ne nis me un piv. Si nis teksti. Por megjithatë kam përshtypjen nuk ka të paguar ky emocion, sepse nëse është ky emocioni që ju step edhe s'do dilni më në skenë, po ky është emocioni i bukur që mban gjallë artistin, mendoj. Patjetër. Domethënë asnjë prezantim nuk e bën të njëjtë ai emocione. Që e marrim se kur nuk është publiku i njëjtë. Po, vërtet. Kur nuk është vendi i njëjtë, kur nuk është energjia e njëjtë, për çata na kur nuk kënojna njëjtë. Po, është absolute. Ti për ty emocionet njëjtë, është ai 15 minutë para si ndodh. Shikoj, është emocion e bukur fatikisht, unë personalisht e lidh me fëmijërinë, domethënë ndihesh fëmijë. Ndihesh fëmijë nga mënyra se si, për shembull, ata shfaqjet e para kur kam dalë në skenë, janë po të njëjtat emocione. Sigurisht që pak tani çik më të zbetas edhe mosha po. Megjithatë të të lutem shtym pak mikrofonin pak më këtej, nga si bie nga e majta jote në mënyrë që të dalësh pak të dukemi në kamerë po. Të dukemi në momentin që se punojmë edhe për rrjetet, pastaj se njerëzit duan që jo vetëm të t'ju dëgjojnë, por edhe t'ju shohin në fragmente ndryshme të cilat ne do t'i publikojmë. Flasim pak për këngën. Për këngën Rri, si u gjendët, si e gjetët njëri tjetrin? Hafif. Shumë e natyrshme o kom gjithçka prej te Konga Magjike vitin që kaloj, ku unë edhe Tiri kur urzuam shoqërinë. Interesant. Aty ku prishën shoqëritë se votohet për njëri tjetrin, aty dhe krijon. Fantastike. Unë personalisht nuk jam prish me asnjë artist prej pikëve edhe prej votave. Patjetër që nëse jam votu me 0 pikë e kom marrë natë, edhe ja kom shpërbly vitin. Marrë shpjatë që siguritet ftohet. Po tash nuk është që kom pas kongë do si do, për më votu me 0 pikë. Vitin që shkoj u njoftu me Tirin, nise me kriju një shoqëni avash, nisi tu rrit çdo gjë. Tiri dhe kitarja vet, Kiri dhe Titarja. Kiri dhe Titarja. Më kanë inspiru këgja shumë për me kriju muzik tre, kena kriju këgja do këngë treja, do projekte interesant, derisa erdh ftesa për festivalin e 64, në të cilën si fillim isha tu e menua me marr pjesë, mos me marr pjesë. Bile nuk jam kanë të menu hiç, thjesht do kanë jo e pastër. E kom deleguar automatikisht festivalit që do e sjell Tirin në festival me një super këngë.
Mrapa ka fillu më pëlqy kënga qatë shumë. Sa që ta pyetje. Nisën edhe me mbind Adisi edhe producenti pastaj Enis Mullaj, që unë duna me qenë pjesë e festivalit, sepse kur nuk i dihet edhe u binda 3 ditë para se me dorëzu këngën. 3 ditë para se me dorëzu këngën. Wow. Pra do ishte vetëm tiri dhe tani kemi një duet. Unë kisha një farë shpresë, unë doja shumë që Fifi të ishte. Kisha shpresë që do e bindje. Duke qenë se ditët po kalonin, thash okay, kjo këngë është shkruar që ta bëj vetëm unë, kupton. Derisa momentet e fundit, po më bënte përshtypje fatikisht Fifi kishte përdorur dialekt në tekst. Thash okay. Ti ishin të dy bën sens, kupton, po tash vetëm mund të këndojnë dialekt isha kanë çuditshme. Edhe veç që thosha prit atë ç'kem thosë më prit, ç'a thot kjo? Ç'a thot kjo? Deri kur doli pastaj që tha, këtë pjesën se do ta ndajmë. Po. Hajde çik studio, pse? Hajde tash çik ta ndajmë. Këtë ndajmë thash, më pjesën e mia. Pjesë tua. Ai ishte momenti i kthesës pastaj. Po, ama nuk ka aq ishte reagimi i tij. Pjesë tua. Edhe fapohet te kitara, ke parasysh sikur po se ka diskutuar më se ka thënë po ndron mendje Fifi ta disponiem. Unë vetë që u bind kjo. Po. Po ishte që ka rrjedh shumë interesant edhe kënga. Jam sforcu pak për tekstin prej vetës edhe prej tirit, se u dash ke gjithçysh me gjithë një të mesme. Po mendoj që ja kom arrit qëllimet. Nuk është që kom bërë tekstin me naj tendencë me kap me target grup, jo, absolutisht. Është thjesht frymëzim siç ka. Që shumë ka ardhur, në fakt e kom bërë një pyetje, në çfarë gjendje janë momentalisht të rinjt. Edhe i kom pa që këgja shumë janë të vujt në qëtë periudhë, se pa tjetër i ka pa adoleshenca, pa adoleshenca i ka pak zëran. Nuk është e njëjta gjeneratë si kur na. Në adoleshencën, në adoleshencë që kemi qenë të hareshëm, ka pas një pakic të njerëzve që janë kanë, ma pak se pakica që janë kanë me emocione të rana, si që apo dion. Po kjo pakic thotë shumicë me këto problematika. Okej, thash. Nuk do e sforcoj vetën me e direktu të qatë teksti me shkruj. Kështu që do e lej vetën të lirë, kudo që të më kap edhe kudo që më rrim bukur, aty do ta lej. Dhe aty e lash. Dhe pse rri? Ti ri? Pse rri? Se në fund ditës, pa çka grindjeve, pa çka situatave, gjithë duam të rrim, kupton? Brenda thellë, gjithë duam të rrim. Edhe kur të ndajemi. Duam të rrim. Pa çka se temi fjalën e fundit, kupton? Po si ishte mundur që përgjithsisht këngës më të bukura, veprat më të bukura bëhen nga një goditje fort, bëhen nga trishtimi. Shumë pak këngë të bukura ka që hajde kërcejmë du shumë, ku diun, kur ka dhimbje brenda, ato dhemkat themi kështu në jargon dalin krye veprat. Në muzikën shqiptare, muzikën botërore është fenomen. Është e pashpjegueshme, nuk mundesh me shpjegu. Është interesant. Se po t'ishte që shpjegohet, do jepte formula edhe pastaj do ishte shumë racionale dhe nuk do ishte se bëjnë dot. Se bëjnë dot, e vërtet. Po më tregonin çik si është prit kënga, shumë mirë. Sepse po shija reagimet, klikimet. Njerëzit janë të dërguar absolutisht për ditë pafundësisht video që janë të e knu këngën, që janë të bo video me ta, që janë të e shiju, kam mesazhet pafundme prej gjeneratave të ndryshme, nuk është që kam një lloj gjenerate që më dëgjon. Për shembull, ose gjenerata Zen ose 20 me 35 ose 35. Pra gjitha grup mosha, gjitha gjeneratat. Po unë kam të zgjeruar shumë audiencë, nuk është që kam të dedikume. Edhe marr super mesazhe, tiri nuk e di, po unë marr super mesazhe pozitive për këngën edhe njerëz që e kanë pëlqyer, patjetër që ka edhe kësi hejtera që hinë edhe shkruajnë që kënga s'bën, po nuk është që ma glixon. Ja, më pëlqen, unë kam thënë Fifi fatikisht, më pëlqen ato komentet, pëlqen njerëz që futen enkas për të shkruar sikose. E trazoni çik ujrat. Ju më pëlqeni, po kënga nuk s'pëlqen këtë herë. Domethënë më pëlqen shumë fakti që ka dhe këto, se unë ecë me këtë teori që po nuk të shajtem, po nuk të komentum, po nuk do thotë që diçka e të bëgë. Ai që ka hidhur të ka komentuar që ashtu ajo është e ngu këngën Tinza dhe e kam super dhe që fakti që gjen kohën për më hyrë me komentu jep kohë vëmendje. Se një që realisht nuk e pëlqen, vetë e bën skip. Po. Gjithsesi komentet negative
në këtë aspekt i kam kështu si mëngjes, a kupton, nuk i kam fare problem. Nuk i ke problem. Unë desha me fol vetëm pozitive në Okej, e lëm. Njerëzit na kanë dhënë përshtypjet që kanë qenë pozitive. Megjithatë, ndodh shpesh dhe ndodh gjithmonë festivale që kur mësohen emrat, përgjithsisht po themi pa u dëgjuar këngët, targetohen artistë të ndryshëm të cilët thotë ky do e fitoj se nisen nga emri dhe ka një lloj përgjegjësie. Për shembull, gjithmonë ka ndodhur me artistë ndër vite. Edhe këtë vit po kështu, kur pan emrin e Fifit edhe të Tirit, edhe disa emra të tjerë patjetër. Jo, sepse është një gjë, për shembull, nëse një këngëtar djegsh një këngëtare në studio Rigerson, ajo ka një vokal shumë të mirë, këngë shumë bukur, por shumë pak e njeh publiku dhe nuk e sheh si pretendente, ndërsa publiku që ju njeh artin tuaj dhe ju ka vlerësuar, ndikohet nga emri dhe thon, këta kanë me fitu festivalin. A ju a bën kjo, ju ashton përgjegjësinë, a ju vesh një lloj, ku diun, barre që Jo. Mu personalisht po, me të drejtën. Mu s'ma ashton heq sepse nuk e kam pas kur këtë ndjesin që jam të thonë Fifi edhe Tiri kanë me fitu, absolutisht. Përkundrazi, prej ditës që kanë dalë emrat, kanë thonë emrat të tjerë. Neve sikur na kanë bukë, janë mundu me na mlu fare. E ke ndjek këtë? Mirë, ka pas, është vërtet. Jo, ka pas, bo realist. Jo, ka pas në njerëz që janë diku nga emri jon, tani më fol realitet. Po tash po flas tani, unë jam të fal mazhorancë kur i kanë bërë emrat. Pretendent ky. Ti sa njerëzit na kanë ardhur, na kanë thonë fiton ai. Është vërtet. Kemi ngel kështu po mirë, po dalin këngët njerë, ta shohim njerë. Po, çfarë njerëzit harrojnë që është festivali i këngës të këngëtarit. Megjithatë, si kanë shku provat, bëhemi pozitiv mirë thot Fifi. Si kanë shku provat me orkestrën, si jeni ndjerë aty në sallën e orkestrës përpara se të çfarë ishte kjo? Jo. Unë një prej arsyeve pse unë deri tash nuk jam tërheq nga festivali është vetëm orkestra e Radio Televizionit Shqiptar, që janë super profesionist, që janë super të mirë, janë super artist edhe nuk e di a ekziston një artist këngëtar që nuk e ka ëndër me performu me ta. Kështu që si e tërheqën kuptimin që ke marrë pjesë apo si e tërheqën nga gara? Nuk jam tërhequr nga gara. Këtë vit. Po. Pse e ke mendu? Jo këtë vit, edhe para 3 vjetëve. Me stopin. Po kur dush. Po 2 herë kam marrë pjesë në festival. Po. E vetmja arsye u kanë orkestra e Radio Televizionit Shqiptar, sepse unë absolutisht nuk e kam problem me paguar 10 milion lekë në job. Për mu tërheq. Nuk e kam problem. Mu me paguar, më thon faleminderit shumë deri këtu, kënaqësi. Arsyeja pse unë jam në festival është orkestra. Tash jo është vet, po. Jam të dashur me shiu vetë si eksperiencë. Nuk po du më marr me xhabat edhe xhufat e në këtë rast edhe punën e xhobës pastaj i dyshoj shumë që mund ta marr. Ore, mos e hima fell. Ideja është se jena live, a kupton? Jo, pra jo, do e dija diku tjetër. Mos dil kërkon. Po jo, pra ta mbaroj, kur ka probleme kur ka diçka që nuk shkon me festivalin, si për shembull këngë që janë diskutueshme, që duhet diskutohen nga stafi i festivalit, e nuk janë diskutuar ende, ty të lindet drejta legjitime të rriqesh për sa kohë ato. Se e ke të justifikuar thua, arsye nuk është thjesht tek, po. Po që të jetë gara e barabartë, e kupton? Por, gjithsesi, unë s'du me folë për këtë pjesë, as nuk du fare të thuat, jo po e tha Fifi, jo po që e gjeluzja, fare. Kështu që unë du me diskutu veç për pjesët e mia edhe ato që unë du si artist me u respektu edhe me ndje. Kjo është pra arsyeja orkestra që të bën të jesh aty dhe me bën një artist vërtet. Kur del në skenë, merr tjetër madhështi, merr tjetër, sidomos edhe nëse performon mirë dhe në kënon mirë dhe arrin nga nishin 10, të paktën 8 me kënu këngën. You are okay, je lokum, a vëde? Se është kjo pjesa pastaj të kënduarit, ç'është është emocioni, marrësh një emocion të bukur, që është gjë të bukur se pastaj u kap kjo nota, u kapa e nota, e stap tjetër, duket sikur jemi në provim pastaj jo në festival. Çfarë do të ketë në skena? Nuk tregon asnjë detaj, Tiri? Ka treguar njëri? Po, më kanë treguar që do shoqërohen me balerinë, kanë treguar që do kenë një veshje për shembull që është disa metra e gjatë si fustan, por detajet vogla.
këtë ka tregu këtë disa metra e gjatë për mua apo Jo, secili për vete, secili për vete. Secili për vete. Do ta shkurtojmë zemrën. Do të ose bëjmë më të gjatë. Je i sigurt ta. Edhe unë. Po kanë treguar, artistët kanë treguar detaj të vogla sepse ndoshta nuk lejohet, por që kanë koreografi, kanë ku diun. Që lejohet, po do e marrim surprizë. Okej. Do mundohem të jem shumë minimaliste kësaj radhe, du me alon fokusin këngës edhe neve dyve si artist. Po. Moment që na dy dalim mirë, ato tjerat janë kamuflime. Po. Kështu që unë kësaj u mundova vjet te Kënga Magjike me bu këgja një performancë që unë jam shumë krenare me atë performancë. Ajo është një nga performancat më të mira më lejo të komplimentoj. Jo vetëm në atë vit, por në të gjithë historinë e performancave skenike. Shumë faleminderit. Është shumë e bukur. Dhe unë nuk faleminderit shumë. Nuk mendoj që më me bu një gjë më të bukur në kohë shumë të shkurtër. Po. Për Kënga Magjike kam menu 4 muaj përpara. Ndërkohë këtë vit ka shkuar shumë sanat po. Që kanë qenë në momentet fundit, po. Edhe ma mirë pastër bukur, aty unë edhe tjere, këngën e kena zjarë, ta kënoja mirë, vazhdojmë. Edhe ta shihoni. Ndërkohë aty klas me veshje. Edhe kjo është kryesorja. Ti me çfarë pretendimesh, me çfarë synimesh? Shiko. Për Fifin është era e dytë për ty është disa herë apo jo që dhe çmime gjithashtu me vlerësime. Po, synimet shiko janë besoj janë të qarta, gjithë secili, jo vetëm unë, po mendoj që kushdo që merr pjesë festival e kam thënë dhe këtu ke ty tjetër sikur të duash luash futboll e mos duash bësh gol, kupton? Nuk bën sens. Po unë kam vetëm një dëshirë te festivali, uroj shumë që të mbledsohet. Do doja shumë që festivali këtë vit ishte i drejtë. Dhe janë aspektin e çmimeve, sepse mendoj që çmimet janë relative, pra mund të pëlqej kënga jot, ty mund të pëlqej kënga im, kupton? Nuk do të thotë që asnjëri nga ne ka drejt. Pse këto janë relative, pra çmimet janë relative. Shihet. Po do doja të ishe sa më i drejt në pra t'i përmbaja një rregullore që ka festivali. Kjo është dëshira ime për të vit. Po. Fifi, njëjtë bashkohesh me Tirin, pra të ketë. Jo, s'jam këtu. Si e, okay. Në skenën e Eurovisionit, e shihni veten, e shihni këtë këngë, a është një skenë që ju pëlqen festivalit? Mos më thoni që se keni menduar se. Po patjetër kush është ai këngëtar, artist që nuk e ka menduar një herë veten në Eurovision. Absolut, ajo është domethënë pyetje që s'do të më u bë fare, sa ajo dihet që po. Normalisht që e shohim, a e shohim me këtë këngë, patjetër që e shohim. A do mundohemi të jemi sa më të denjë në skenë, do mundohemi. Pastaj shqyr zotit janë edhe ca votat publikut. Ata le ta gjykojnë më mirë. Do jetë edhe juria, uroj që ata të jenë korrekt me votimet edhe mos me bu gafa sikur vitet mund të ketë ndodhur pa. Në parabrake. Edhe fitoft më e mirë. Nëse është dikush më e mirë se na të betohem për këtë ditë, do jem shumë nice, do edhe do jem super okay. Po nëse meritojnë. Pse jo? Ti besoj na e meritojnë. Ti e ke prekur atë skenë, është një magji që ti e ke prekur, por ndryshe pastaj ti je është gjë tjetër totalisht. Ti je si interpretues kryesor. Shiko, mendoj që sado eksperiencë të kesh në Shqipëri apo në skena të tjera të ngjashme, kur shkel Eurovisionin është gjithmonë, domethënë, do qash se s'bën para se të ngjites në skenë, do dridhesh një herë para se të ngjites në skenë. Është totalisht një emocion tjetër. Unë kam pas fatin që siç ka që e kam prekur. Por do doja ta prekë sërish, patjetër. Pse jo, dhe uroj dhe dëshiroj. Kam një lojë interesante. Artistët i vendos përballë zgjedhjeve të këngëve të tyre, sepse sa herë i pyes Fifi Tiri, sa herë i pyes artistët se cila është kënga e preferuar, një pyetje në fakt është shterp si pyetje, po është interesante sepse të gjithë kanë të njëjtën përgjigje. I dua si fëmijët e mi ose ndajnë fëmijët apo gishtat dhe mbi njësoj. Dhe tani si fëmijët e tyre mundën mi dash artistë që i kanë bërë vet këngët, jo interesant. Kanë bërë të tjerë. Bukur kjo, më
pëlqeu si argument dhe kanë menduar tjerët, ma kanë thjeshtu punën kërkimore dhe BBC-ja bën një lojë që artistët i vendos përballë këngëve të veta me një duel deri në fund me 10 ose 15 këngë. E nisim me Tirin, nëse dëshiron dhe Fifi mund të kontribuojë në zgjedhjet e Tirit për këngët e veta, pastaj kalojmë te këngët e Fifit. Ta lej Tirin të zgjedhë vet. Okej. Shkojmë me këngën e parë. Kënga e parë në ëndër dhe shkojmë dhe me këngën e dytë që pastaj të zgjedhësh. Në ëndër apo me godhën bosh? Në ëndër patjetër. Në ëndër, duke qenë se është fëmia ime, është kompozimi im. Unë mendova që do zgjidhe me godhën bosh. Me godhën bosh shkon kështu më bukur, nuk është kompozimi im. Okej, kështu që shkon me fëmijën. Okej, ecim me këngën e tretë. Ai. Zemër. Pra, në ëndër apo zemër tani? Në ëndër. Në ëndër, okej. Shkojmë. Dielli është kënga po. Apo këtë zgjedh thua? Okej, dielli. Mirë, po bëhet interesante loja. Ecim. Dielli. E dyta herë që më del nga pritshmërit, mendoja se do zgjidhje orën dalur. Orën dalur është këngë që unë kam shumë për zemër, nuk është as muzika as teksti im. Jam interpretues. Teksti është im, po, sorry, ndjes. Por sa shumë ka kriju nga rrugë. Edhe më pëlqen shumë, mendoj që do shkoj me diellin. Dielli, bukur, ecim me gjashtën. Adriana. Dielli, okej. Dielli, ecim me tjetrën. Ai, ka një problem me audion. Mosikoma. Ja na ndihmon Fifi. Mosikoma, patjetër. Mosikoma, bukur, ecim. Hera ime dytë në festival në të këngën. Hera ime parë si këngëtar, si solist, vetëm pa grupin. Por që Mosikoma, bukur. Mes Mosikoma apo bashkëpunimi me Xhibanin? Mosikoma, okej. Kemi dhe zgjedhjen e fundit. Kjo është çik problem tu se ka çik muzikën e ka bër, tekstin e ka bër Fifi dhe po ashtu dhe muzikën. Edhe çfarë flenë? Ja, është shiko. Nina është një eksperiment shumë interesant që unë nuk e kam prit që të rezultonte ai që rezultoi. Duke qenë se ishte diçka e re për mua. Kështu që më pëlqen shumë dhe Nina, me thënë të drejtën, por që po zgjedh Mosikoma. Mosikoma, okej, ti zgjidh Mosikoma, ne po zgjedhim Nina, meqense jemi publik dhe po jam mund zëri i publikut. Super. E ni japim stop edhe nga fillimi i videos. Tani se jemi me Fifin, do shkojmë tani me këngët e Fifit, edhe do shohim nëse Tiri do të ndihmoj apo jo, sepse ti ndikove pak. Po patjetër. Okej, po patjetër, ja rregullim pak nishën edhe shkojmë me këngën e parë. Kënga Stop e prezantuar në festival. Shkojmë tani dhe me tjetrën. Ninulla e dashurisë? Patjetër Ninulla dashnia. Okej. Ecim me tretën. Ninulla e dashnisë. Okej, po kuskus ka qenë goditja e parë. Po. Në treg edhe që e nxori Fifin treg. Deri para kuskusit isha Filloreta Raçi. Po. Mas kuskusit edhe prej kuskusit isha Fifi, edhe aty ndryshoi everything. Pra është pika e kthesës po themi. Ecim me tjetrën. Me Aurelia Gaçën, po. Bashkëpunimi jam i dytë. Ma i rëndësishmi në karrierën tam. I pari u kon me Qilicën edhe me Lirkolin, i dyti me Aurelia Gaçën. E dua shumë si kam, po të zgjedh Ninull, bukur. Okej, thot Tiri, konfirmon. Ecim.
Përjetësi. Wow. E ndrove, E ndroj, interesant shumë me Erman Fizullahu, po, konga me bashkëpunimi. Erman Fizullahu. Unë mendoj që konga Përjetësi është konga një prej më të suksesshme që kam në karrierën time. Patjetër. Perfekt. Shkojmë një tjetër bashkëpunim. Lali. Po. Me Zerka. Do të thonë kur ka dalë Lali e ka myt Përjetësin. E myti. Okej, çojmë nëse do të tjerë që e kanë myt. Shkojmë me tjetër këngë. Lali. Po. Kjo është hajde shumë shpirti. këngën me Ronelën, po e du ma shumë Lali. Lalin, bukur. Ecim me tjetrën. Akoma. Me Brunon këtu. E dashuroj atë kohën, më ka marrë shumë malli për atë kohën, në studio me Florin, me Brunon, me Klajdin tu e punu këtë këngë, se çfarë do lloj këngë tjetër edhe përveç që e du si këngë, do e zgjedh akoma edhe për kohët e vjetra. Bukur. Sa bukur. Ecim me tjetrën. Akoma. Bukur, shkojmë. Kujdes se çfarë zgjedh. Akoma. Okej. Unë përse budalla? Jo, akoma. Vërtet. Po. Mi mund të bëj një përshëndetje veçantë për dikë që na dëgjon tani sepse ka shumë qejf këtë këngë dhe prisja që do zgjidhej këtë po shumë. Edhe unë kam shumë qejf, prandaj tash kujdes çfarë zgjedh. Mi ke vu këngët shumë. Po. Tani Vështirësohet puna. Please, ecim Fifi. Pas ka shumë zhur. Tanti e ki bo ur, ma ki qej blogën me dur, ke trajtu si miniatur. Nuk e di se qa doshta, në fakt, mire di se qa doshta. Hajt, i thash vetës unë nashta, kse mas këngës me Qiljetën, mas këngës me Aurelën që unë dola si rap artiste, është kënga e parë që mboni zoni e muni, edhe është dora e parë që mu ka dhonë me grejt lartë dhe me thonë të është me konë atje për që ata nuk më me harru kur pa e falenderu Ardi Gjebrejan për mundësin edhe për ndihmën edhe për mbështetjen që ma ka dhonë në atë festival. Pa tjetër duna me falenderu Klet Bahitin që ka besu të që kjo konga jam, të qëto reshtat e mija të kompozimi jam, të ajo budallakia jam, edhe ka guxu bashkë me mu me provu diçka ndryshe, se konga zhurmë është totalisht ndryshe në karrierën. Tani fakti që u përlote me këtë këngë nuk e dia do ketë një këngë tjetër që pastaj do të na ndryshojë situatën apo të shohim një herë. Sa të bukura këto lot. Oh baba, çfarë më bëre? Jeta jam është kënga jetës tam, është e kom pas një periudhë të mas lindjes. Këtë gjatë ranë postpartum, edhe më duke që këtë për ma ka një natin, më duke që këtë janë të najtë në kry, si do mos adisin e kisha këshu, a kuptan? Se përballojsha të të fare. Dhe sa e kuptova që fakt, unë jam probleme, edhe jeta jam, ajo është jeta jam, edhe s'kjell jeta jam. Shumë këngë e bukur. Shumë e bukur. Jeta jem, Ecim Flori. O baba. Mbyllë këtu tani. Tiri thot mbyllë këtu. Me qëse, që da bëj, me qëse këtë njerëzit e dojnë këngën Marova, edhe me qëse këtë njerëzit janë të obsesionuar me këngën Marova, unë do shkoj me këngën Jeta Jem. Jeta Jem, bukur, ecim. Edhe kjo Masnena, kjo është smash hit. S'kam qa me I bo. Është kokë forte, nëse... Of course, është një dash.
Dash me virgjëresh. Dash me virgjëresh. Okej. Kështu që jemi me psikopatja? Jena me jeta jam. Me jeta jem. Po se edhe marova, edhe psikopatja janë ato këngët që janë patjetër atje ku e meritojnë. Jeta jam nuk është. Nuk është akoma. E fundit. Jo, pa e gjoj. Po e shion të rit mendova se do ndikohen do pak. Ta ndihmosh pak Fifin. Kënga Diell është prej atyne këngëve që nivelin tem të karrierës e që në nivel tjetër. Gjithë shka ndroj mas këngës Diell dhe shumë pluse u shtuan mas këngës Diell. Ma herë të zgjodha këngën akoma për shkak të historive edhe kohëve të vjetra edhe prej dashnisë madhe që kam për çunat, sidomos për Florin. Ai është Hambukveç dhe është gjithmonë i kthendur te unë. Do ta zgjedh Diell. Okej. Do ta zgjedh Diell për shumë arsye, sepse realisht si popull kena shumë nevojë për Diell, sidomos këtë periudhë, kena shumë nevojë për me lani çika ato llafet edhe për me lanë energji negative të shtëpia para se me dalë pi shtëpisë. Edhe po e zgjedh Diell që me u mundu këtë njerëzit me u bë pak ma të respektueshëm, ditë me thonë edhe qyshje, edhe faleminderit, edhe përshëndetje, edhe ditën e mirë. Me nxjerrë të mirën. Me nxjerrë të mirën se është pa lek. Pa lek, po. S'na kushton kur gjë me thonë qyshje, ose me thonë përshëndetje, ose me thonë ditën e mirë. Shumë e vërtet. Kështu që prandaj do të zgjedh këngën Diell. Ti çfarë do të zgjedh? Tani pëlqeu në fund, fare më pëlqeu. Pëlqeu rregulloi në fund, ë? Po qëre, unë zgjedha këngën Jeta jam, se realisht kënga Jeta jam nuk është në vendin që e meriton. Po, qartë. Nuk është underrated si këngë, është pa vlerësuar si këngë. Kënga Marova dhe Psikopatja për mua edhe kënga Diell janë në vendin që e meritojnë të trijat. Edhe prapë do ta kisha zgjedh këngën Jeta jam, sepse unë si këngë e meriton me këngë shumë më lart se sa ku është. Por do ta zgjedh këngën Diell sepse realisht ma ka ndru jetën. Po qartë. Megjithatë, jeta jem kam përshtypjen duhet kaloj kohë edhe për me kuptu njerëzit. Është pakës weird për njerëzit. Po, do kohën edhe koha pastaj doja tregoj dhe doja vendosi vendin e dur, them unë. Po, edhe unë mendoj njëjtë. Për çata nuk jam shqetësuar shumë, por me atë sa kam dorë për me dhon push. Po, pse jo? Që se erdhi. Ere momenti, kënaqësi shumë e madhe që ju kisha në studio Fifi dhe Tiri. Uroj shumë që të merrni më të mirën nga ky festival. Kënaqësia jamja personale që erdha, u dosh me ardhën edhe më herët, po angazhimet, punët, impenjimet, provat, sa në vene, edhe nuk është që kena pas mundësi me u dakordu, bile me tonë drejt më falë, po edhe më ka dalë për menjes edhe kur ma kujtun, dhe është po të Andri, do të me shku pa tjera. Po, intervista interesante, Andri. Faleminderit shumë edhe e vlerësoj që ju kisha në studio, ju ndjen gjithmonë për s'largu, edhe pse nuk takohemi dhe çmoj shumë punën tuaj. Do me thonë, kur a ditë që kanë dalë këngët edhe e kom pa mesazhin tonë të parin, unë jam kanë super vjen mirë. Do me thonë të lista e mesazheve të ishe I pari aty. Sa mirë. Edhe u kënaqa shumë. Edhe më vjen mirë është vlerë që jeni pjesë e festivalit, kështu që uroj t'ju shkojë edhe si doni, si tua doj zemra. Uroj të na shohin si vlerë, e shtuar jo si Po, amin. Jam I bindur që po, sepse dielli nuk mulohet me shosh themi ne, më duket. Po. Kështu që thank you. Puthje dhe suksese. Tirana, love you guys. Shkojmë me Fifi dhe Tiri I Gjoci me Rri. Nga hëna në të premte, në orën 10, në Radio Tirana 1. Në radio, më mirë çdo ditë.